Po ndodhin ama nuk ka nevojë me mushtru kjo pyetje. Na duhet me bo diçka mes me ardh aty. Shkaku jem që jem para juve që ata s'po du me hija nenaj. Se s'di se herë jem të je potencua, por më shtruat kjo pyetje. O ne, s'di se herë kom thonë, nuk e di çka dalin demonstrata. Pse me dalin demonstrata kur po vrahet një gru? Për çka? Çka janë ka arrit? Çka janë ka bin ato demonstrata? Kur që hiç janë ka bin. E une jam para juve që mu mundu me parandalue qëto gjana. Nuk mundëm na veç me dalë me demonstrata dhe me thonë që ta është u krya jo punë se nuk vjen rasti tjetër. Ka me ardhë raste, nuk është puna vetëm të vrasjet, ndaj femra, po është puna dhe të vetë vrasjet që jënë ka i bojnë. Vetë vrasjet ma shumë jënë ka i bojnë mashkujt se femnat. Ma shumë se që jëmë ka bëj une për mu mundu me parandalu që të gjana nuk është ka bënë kërkosh. Se që thujem të na, unë jëmë ka mundona me aprej vaden shumë heret kësaj pune. Tu ju mundu me javë spjegu se cili ton kjo agresivitet që është një njerëzi, ton kjo mlef, ton kjo pak nësi, për që ta duhet mu liru njëri. Pse jëmë rishkollu, jëmë bo hipnoterapiste, për me ju ndihmu juve që edhe me të lëndu dikush, edhe me të radhu dikush, apo me ndoni une që s'jom ka të radhun, apo nuk jom të radhu. 3 milion herë. Për paran, kur jom konë edhe unë në atë qishtjen emocionale katastrofale, si kur ju krejt, o pasha zoten, a përdin kështu, ajo mendja, thëjke, mu quna shta dikonin, mi ashti thëjt në thët, a përdini, ose me lona ikonin pa na i gjymtyr dikon. Ato kretë kanë jetu në muë, ajo natja, ajo lëndimi ato. Tashti që e jom liru, edhe që po mundona dhe juve me ju lirue, pikërisht është që kjo, që edhe nëse, tradhton për edhe nëse të lëndon dikush, edhe nëse mos me ta nimëre, po shka po ta nin ti i ke mësu ta nej vlerat e tua. Pse kom të nevojshme one që tashti, mu qu me ra nivel të manipulantav, të rencav, tradhtarve, të idiotav, narcistav, njerëzve toksik. Jo njerëzi, po ti, që ta unë thëmë ti e përgjegjës për këto gjana, jo aj tjetëri që o ka i bënë, se ajo është ashtu. Një person që është i mësuar për shembull me rrejt që tjetën, ti s'ki me mujtë me ndryshu, ti s'ki me mujtë me hek rrenën. Që o mësu me manipulu, son ja hek. Është që si personi, që është narcist, ti s'ki me pas shans me shërue. Janë njerëzi adekuat që miren me këtë punë. E vetëmi send që ka ti mund është me bu është, vetën, me forcu që mi u qitë kufe këtu në njerëzve. Po edhe nëse s'mund është mi u qitë kufe, se i ki shumë tafërt, i ki e non, babi, ki vla, motër, që ta s'kemi ku mi quë. Se këta tjertë normal që kimi ku mi quë. Një partner të klendon, të nënqmon, të rend, të radhton, s'di sa herë, dikur edhe ti forcohesh, rritesh edhe i thu, hej, ajde, arrivederci, ti tonës, unë e temës. Ti e mësu me renca, me tratar, me manipulanta, me rri atër që atje. Faleminderit shumë që më qoj zoti edhe të une, më shtin edhe mua, me mësu edhe ma shumë, dashtan në këto drejtime se pa të lëndu dikush të rrinë qatë zonën e komfortit. Shumë faleminderit prej zotit që kje pjesë e jetës teme, ama jo, po më vjen shumë keq. Se vlerat e mija janë shumë ma të larta se më marrë me renca, me dolavergji, me manipulanta, me tradhtar, më fani shpreje, me njerëzi që i ndrojnë her një, si e përshtatesh, kështu që grajti tonës, kur gjo kondër jetës kur kujna, ama e jemja do këtë krejtë në ryshej. Jeta jeme, realiteti jem është këtë diçka tjetër. Kjo është të tëra që ka unë e muj me bo, apo me të përgjigj në pyetjen çka farë mendimi ki për gratë që përvrahin. Jam para juve, që me ju pru dhe juve në pikë si këron për shemull, që tradhtohesh, manipulohesh, o, zot, të në zezat e zotit. Mundohet dikush me t'i bo, edhe pasha që ta uj që tu që ka hec, normal, nga mendja, thuk, absolut idiotizëm. Ta në jo kështu jështë. Ama emocionalisht, nuk ta lumtimin e duhonit marrë se je qaq stabil se ti e din me kon pak, edhe e din me kon ki të bëja, e mësan dikur gjithkush. Ama qka është më rëndësi,
ti mos mu lëndu tanaj, ti me orë në të pikën që mos mu lëndu mu, edhe pse njerëz jemi, që se cilit i dhem me, apëden mu trajtuen që të mënyra. Ama i dhem qëti për qëti, që ditësh, tu a mërzat, edhe që kjo, a bashni me nejse. Që kjo është përgjigja jeme për juve, edhe për që të jem para juve, edhe njet nuk e ka mundal. Na duhet heret, sikur që thojnë, fëmija edukohet 20 vjet para si me lind, edhe kjo puni njejti bjen. Na duhet me anis që tashti, që mës me ndodhë në terapet, edhe pse është e pamundur sa ajo agresiviteti, këto gjona jo në njerëzi fatkeqësisht, se cili i ka në vete këto përjetimet e jetës, e nuk mundëm na prej sotit nestër me ndryshue. Kanë mu vrona është edhe zdi sa. Jo që ko me bo mrekullime, jo që ko me mujtë me ndalë, ama qëllimi është, si të vrasja për mendim temin absolut është ashtu e kështu është e pa kuptushme, ama me ndalë në përgjithsi, mos me ragu, mos me quju vetën dam për vepra tjerve. Mos me ra nivel të kërkuj na o njerëzi se kur të lirohesh edhe kur të rritesh emocionalisht, atëherë nuk e lejon mëre vetën. Nuk e lejon mëre vetën, as me të qosh me vra kërkonin, as nuk qosh me mytas, e kallzon realitetin, po. Nëse ti vjen që tashti edhe në vetë mu për shembull o i havë qa o bo shka pe dione, ose pse unë dave, ose unë të thëmë pej qefit, për shembull. Po çfarë kush dohet prej qefit, more njerëzi kush dohet prej qefit, a? Kush dohet prej qefit? E kallzon realitetin, saksisht që shokon puna që ka artë që e distanca me qatë personin, absolut e kallzon krejt në mënyrë korrekte, pa e mundu me shtue, me thonë gjana që nuk janë kërkun të vërteta, e kallzon, qështu ke puna, edhe o njerëzi, neve nuk na garanton kërkush që ardhja e një personit në jetën tonë është garancë për gjithë jetën. S'kemi garancë të njerëzit. Nuk ki, të jeton 20 vjet edhe dahër, s'ki garancë. Vjen një shoqni në jetën tonë, një shoq, një shok. E ki bën vaki një periudhë vetëm 2 vjeqare, 3 vjeqare. Edhe ndërprehet ajo shoqëri, që nuk do të thotë tanaj që ti me shajt qatë periudhën 2-3 vjeqare. Po ata njerëzi vinë, mësojmë në diçka për tyne, ata për njëve, ose në mësojnë diçka mirë, ose në mësojnë që kur njëtën tonë nësë më bo për shembull si kur ata, ama ata kanë më nëjdhon mesajet e tyne në këtë jetë. Asë një njëri nuk në qënë zotin jetën tonë koti. Veç hajtë që ty, rasisht u takova, unë që tashti me dikon që tu që, kotë qashtu. Po bën vaki që tash të kupton, qka është efekti që ti u takove që tash të o ka të bjen me najtë me dikonin me një tavolin që se ke pa kur. Bën vaki mas 2 jave, mas 2 vjete të ka shërby që ai personi për diçka, apo ti atina. Apo thjesht e ke këthjel, për shembull, ja ke dhonë një ide për një drejtim biznisit, ja ke dhonë një ide qysh me rahatu vetën shpirtnisht, ja ke dhonë një ide qysh mu sjell me fëmijë, diçka o duft me ndodh, diçka o duft me marrë nga për një tjetrit. E une nuk ka njeri që rri me ta dhe nuk qyri qka është, ka dënë me më thonë kjo njeri mu, apo qka muj me marru në pe këti personi që ta është që më qaj zoti me ta këto. Që ata njerëze ju kisha lut, si gjdo herën lajta, fillo të vetja, fillo ndryshoj ato lëndime, ato programime që i kini jetë se marun njerëzit tjerë. Në rreth se cili prej juve jeni të najtë në rreth toksik, edhe në rreth narcistik. Edhe, si të mos narcistat absolut për mu tashti që e dije komplet shushjone qka janë, si terapiste para juve nuk moj me i shajt, se o që kisha dit, nuk moj me i shajt se di pse janë qështu. Ama absolut
njeri ma i keq programum, njeri ma i poshtër, është narcist. E me asi keni bëj shumica për juve. Edhe unë kam pas, pesa për çdo ditë të bjen puna me pasa pet nështa, se kemi shumë dërneve, na kemi shumë narcista, kemi shumë toksika. E ata suni ndryshon, ti veten, edhe ti e narcist që e kam këshyrë që tashtë që tu edhe e din 100% që je narcist, apo je toksik, ati kur je narcisti, kur pik empatie, që tojmë alla katonar që pik shpirtit njerit nuk i po i lendon njerëzit si kur me kon bërlag bre, po qove, ti je narcist, nëse i bën që të gjona, edhe nuk i absolut pik qardje për qeshtin ati tjetrit, në qëfar situatë është për shemull, po ti mundohesh edhe vish mazi mjebu, ti je 300% narcist. Që aty të narcistat, shumë ngat, janë edhe toksikt, edhe ju gati se njejt jeni, a mos mendoni se pak ndoroste se cili nështa i kemi dësjelje ka një herë, jënë dësjelje nështa ka një herë, ama do jo shumë. Nuk i krejt, narcisti i ka komplet listen që i përmbush gjitha idiotizmet. Se cili, me e këshyrt ashtë në i situatë, me marrë një shembull për shembull dikujna, që kjo është sjellje narcistike. Leni këto gjona, se së mund është i veni sen mi thonë dikujna je narcist. Nëse unë që tashti për shembull, nëse unë që tashti këm dasht me majtë fëmin tem gjithë nër kontrol. Gjithë këm dasht me majtë fëmin tem nër kontrol. Se pejtute, prej i kom ato shkaqet e mija për shembull si non, edhe çdo lëvizje të fëmis tem këm pas qef me kontrolue. Apo të partnerit tem për shembull, se e ke nëzonë të rajt një herë, e ke nëzonë të rajt 2 herë, nuk e ke pas aftësin mu dame një herë, se si kone formu me hale, edhe tane ja ke nëzonë një mesazh që aty, ke një që të ka të radhu që atje, normal që se cili person këqyr tane me majt qatë njeri në kontrol, këqyr me kontrolu gjdo hap, gjdo levizje, gjdo shikim që e bon, këqyr me ja kontrolu për shemull. Ama nuk do të thot që është narcist që ai person atëre, se ai ka fakte që është ka të kontrolon tyje. Absolut i ka faktet që ty duhet me të majtë në kontrol, se ti je sikur që që tu tash të spedima është mashkull, a është femen, ama gjithsesi sikur që kë shoki jem që e kam që tu jeti, duhet me të majtë pak se, ma njerëzit prapë s'u në monë kërkomin. Po kur të përmojsh tane, kur të përpunojsh atë frikën e humbjes që e kemi se cilin mrenan, se gjelozia, qka është njerëzit gjelozia? Gjelozia është frikë e humbjes kur që tjetër heq. Frika që pe humb një person, që e ke liru vetën të ashti me to, ashtë që qëra kam dënë diko, është tana e frika shumë e madhe, që po më largon edhe kësë kur shumë, se ti e rritë që ashtu të t'lon njerëzit tonë, ashtu të ikon i mbarun vetëm vetë vetën, emocionalisht sidomos. Edhe tana i mendon që, këtu, tash pas na mu knaq, pas na mu shkri, edhe tana i normal që gjelozon njerëz. Është absolut krejt normale, ama duhet me këqyr njeri, me fol mirë e me dit shkaket pse është qështu, nëse ki shkaqe, nëse e ke në zonë partnerin të trajte, të manipulue, të radhu besa është krejt normale që edhe ti e kontrollon, si të cili prej neve. A nëse s'ki shkaqe hiq në drejtim për shemull, atëherë është mangësie jotja, atëherë është mosbesimin vetën, atëherë se një vetet mjaftushëm, atëherë e kia të frikën e humbjes, ka shumë faktor të anej aty që duhet ka dale, me i bo terapiren, duhet dal ka dale, me punu me to që me i largue. Qka me bo nëse e zen? Atë foli kështë pak alla ka të nërë që plom lull balit. Edhe pse deri që tashti fola kredi qka tjetër. Ama në që shki një qef jo kështu. Qa me bo kur të nëzën të tratua? Gjëna plumi. Qka me bo mëre kur të nëzën të tratu me thonë?
faleminderit që erdhi dikush edhe ma heki. Se nuk jetohet me një njeri që shkon hera nej. Ose 2-3 persona paralel, krejt me rena të i majt. E që ta, me fërmuti dhe të shuim, me thënë, ja ka kojt, e pas ka bo, hajde ja pa fshojrin. A muj me ndikune diqka që më konë të lumë të rjo. Veç për mu më su përpjek mu. Ja, absolut për mu më su përpjek mu. Ja. Edi faleminderit. E pash një zëtë qka bëhet me qëto kur shkruan që aty tim hertë, shka ndodhë të nej. Ta hapë s'ka lidhje me këtë TikTok. Dhe ardit kapi papuqet, pijamet nëse ka pas vesh, pa demantelin, hajde aja pa fshajrin shoki jem. Dhe me myta, me të shkujeta nda, me shka bone? Shka ke bo me atë punë, kur gjëhesh? Dikush duron hatri fmive, jo dikush, po se cila femen shqiptare, e ka nëzi jetën e vetë, edhe ka leju vetën mu ke qtrajtue, hatri fmive mas pari, hatri familjes, hatri. E që ka me bo marën e tashtë që s'kom hatër të që shqish për kërkan, po veç për vetje, me leju vetën të li bërlogi me ardha të tana i që është i mushën bërlog, po me naj edhe të li narcisti edhe të li psikopati, mu mundu me ma lujt mu të rezine jetësa, është një thani gjermanisht. Du machst doch eine Löwin, nicht eifersüchtig, indem du eine Kuh besteigst, zum Beispiel. E ti, si mashkull, si femen, bërë edhe ju löwen si korone, edhe s'ka shans të nej me... Që unë tash me pas për shembull një partner. Me pas një partner. Pse me gjelozunin femna tjera, apo më kallzoni? Për çka? 2 metra. E pash me pa. Kështu në shpirt që nuk e dije a ka njeri ma të korrekt edhe ma të sinqert. Të në të mirat, pse mëre me gjelozunin, dikonin, po nëse unë esho partnerin tem që është ka i hapë syte anë i knejnë edhe që shtu, unë e di që i njëti bërlog koka, po du me thoni koka i musht hale bërlog sikur ata tjerë. E që ta une, thamë kur t'jeni t'gatshëm i shokët e mi me më qunë marë, sa të redrejto nuk ka une. Se s'ka shantë. Nuk thejna unë tash t'ja pet me ranë në energjit juven që jeni halet pa zhvillu, ose që nuk i keni përpunun që ato gjanat e juve të mbrenshme si korone. Është e pa mundur, shumë e pa mundur. Edhe 100% që fati jem nuk është një person që mirët me, ka mu mirë me TikTok, ka me pas ko me nej gjithë ditën TikTok, ka me pas ko me postu, a përdin, si senet fmive, absolut jo. A njeri që meriton mua, i duhet me konë dikun shumë im sheft, edhe në rrugë ku dela i mutut që ka del aty. Qas si zotnije duhet me konë. Për para nëse marrë heqë, mërë e ka me najtë vetë. Qesa mirë, këshirë ma një këtu shokin. Këqyre?